E ardhmja e Armando Brojas do të jetë larg Chelsea-t për sulmuesin e kombëtares shqiptare nuk ka vend në skuadrën e Enzo Mareskës, ndërsa klubi kërkon të përfitojë të ardhura. Janë 6 lojtarë nga të cilët pritet transferimi diku tjetër, bëhet fjalë për Sterling, Chilwell, Disasi, Veiga, Chukwuemeka dhe Broja. Sulmuesi kombëtares shqiptare ka qenë pa fat për shkak të dëmtimeve, interesimet për të nuk kanë munguar madje nga disa klube MNZ të Europës, edhe pse gjithçka duket drejt fundit, sërish nuk përjashtohet mundësia e një tjetër huazimi. Për herë të fundit ishte pjesë e Evertonit. E ardhmi Armando Brojas mund të marrë një drejtim interesant këtë verë, ndërsa Chelsea dhe Ajaxi po shqyrtojnë një marrëveshje që mund të sjellë përfitime për të dyja klubet dhe një hap të rëndësishëm në karrierën e sulmuesit shqiptar. Mediat britanike raportojnë se londinezët janë të interesuar për Jorel Hato, një nga mbrojtësit më premtues të akademisë Ajaxit dhe një lojtar që ka zgjuar gjithashtu interesin e klubeve të mëdha si Arsenal e Liverpool. Çmimi vendosur nga holandezët për 19 vjeçarin është rreth 40 milion pound, por Chelsea mund të përdorë një emër të njohur në marrëveshje, Armando Brojan. 23 vjeçari kuqezi ka pasur 2 sezone të vështira të shënuara nga dëmtimet dhe mungesa e vazhdimësisë gjatë huazimeve te Fulhami dhe Evertoni. Vetë klubi blu thuhet se është i hapur për ta larguar përfundimisht Brojan në kërkim të një ambienti ku mund të rifillojë karrierën në me ritëm të rregullt. Ka pasur disa klube të cilat janë përfolur në lidhje me sulmuesin si Milani, Leipzigu apo PSV Eindhoven, ndërkohë së fundmi në skenë ka hyrë dhe Ajaxi. Një shkëmbim i mundshëm mes Brojas dhe Hatos mund të jetë formulë fitimprurse për të gjithë. Chelsea do të siguronte një mbrojtës të talentuar pa shpenzuar shifrën e plotë të kërkuar nga holandezët, ndërsa Ajaxi do të afronte një sulmues me potencial të lartë që kërkon rikthimin në formën e tij më të mirë.